Rënja e numrit të studentëve në Shqipëri po rrezikon gjithnjë e më shumë universitetet shqiptare për mbylljen e atyre degëve që kanë një numër të ulët studentësh prej vitesh. Ky rrezik nuk përjashton Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, një qytet ku këtë vit janë afërsisht 1200 maturantë më pak. Rektori i këtij universiteti, Tonin Gjuraj, në mbledhjen e Senatit i kërkoi drejtuesve të departamenteve që të dalin në terren dhe t'i bëjnë thirrje maturantëve që Universiteti i Shkodrës të jetë zgjedhja e tyre e parë. Unë i kërkoj edhe herë kolegëve, drejtuesve të departamenteve, drejtuesve të fakulteteve, natyrisht medjave dhe kujtdo tjetër që t'i bëjnë thirrje maturantëve, sepse është maj, qershori është një moment shumë i rëndësishëm që maturantët të zgjedhin institucionin e arsimit të lartë ku do vijojnë studimet universitare ose dyvjeçare dhe programin e studimit që dëshirojnë, pra që të mund të kenë Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi zgjedhje të parë. Duhet të shfrytëzojmë çdo kanal komunikimi, rrjetet sociale, kontaktet të drejt për drejta, rrjetet që ne kemi, natyrisht edhe të jemi më aktiv në mediat lokale apo në mediat e rajonit, sepse besoj që janë të interesuar që të paktën maturantët e veriut dhe verilindjes së vendit të mund të vinë pranë Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Një tjetër kërkesë e rektorit Gjuraj është që të gjendet mundësia që studentët të kthehen në ndërmarrjen e trajtimit të studentëve, duke i kërkuar drejtuesve të konviktit që të jenë më prezent dhe më të qartë me kushtet e përmirësuara që ofrohen atje. Kemi nisur një dialog intensiv me shoqërinë trajtimi i studentëve SHA. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Ne duhet bindim maturantët që studenti të kthehet në konvikt. Pra, kjo shoqëri që ka përmirësuar kushtet, besoj që është avantazh nëse një maturant i cili ka bërë zgjedhjen e vet për universitetin ton, të mund të ketë mundësi akomodimi që janë më të arsyeshme. Ne po shikojmë dhe drejtoria dje kam pasi komunikim me drejtuesit e kësaj shoqërie, të mund të kenë një paketë më të qartë sa i takon kushteve, sa i takon tarifave dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Nga ana tjetër, pushtetet lokale, tha rektori Gjuraj, kanë për detyrim partneritetin me Universitetin e Shkodrës në bazë të një drafti, që po finalizohet si një detyrim edhe në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, bashkëpunim i cili deri më tani nuk ka funksionuar siç duhet. Bashkitë e qarkut të Shkodrës të ftojnë kolegët tanë për ekspertizë, për studime të plota, për studime pjesore, apo diçka tjetër sa i takon territorit, urbanizimit, studime antropologjike, në turizëm, në ekonomi, në albanologji e kështu me radhë. Pra, edhe një herë, pushtetet lokale, bashkitë kanë detyrimin të bashkëpunojnë me universitetin, kanë detyrimin të ftojnë kolegët tona pra që të bëhen pjesë e këtyre studimeve. Rektori i Universitetit të Shkodrës, Tonin Gjuraj, po kërkon vënien në lëvizje të gjitha hallkave, si dhe gjetjen e disa metodave të reja bashkë me ndryshimin e kurrikulave apo përmirësimin e tyre në mënyrë që në këtë universitet të ndalet kriza e rënies së numrit të studentëve që ka prekur arsimin e lartë kudo në Shqipëri.